Sot do të flasim për historinë e një shqiptari që guxoi të sfidonte fatin, sistemin dhe vetë shtetin britanik. Nisja e tij drejt Londrës ishte si ajo e mira shqiptarëve, një djalë pas 100 darkë në xhep, që la pas varfërinë në vendin ku u lindë dhe u rrit, për të kërkuar një copë qiell në Angli. Pa pasuri, pa krah të ngrohtë, por me një vullnet të hekurt, Arben Krasniqi nisi gjithçka nga zero. Pas shumë vitesh punë të lodhshme natë e ditë, ai arriti të ngrinte biznesin e tij në fushën e ndërtimit dhe patundshmërive në tokën britanike, duke e kthyer atë më pas në një histori suksesi. Por pikërisht, atëherë kur gjithçka dukej perfekte, nisi stuhia. Mbi të ranë akuzat e rënda nga autoritetet angleze, një makineri e tërë ligjore u vu në lëvizje për ta gjunjëzuar, duke tentuar t'i bllokonin çdo aset të fituar me djers. Për vite me radhë, mbi emrin e tij rënduan hije dyshimi dhe dukej se shteti anglez po e fundoste, me akuza të pabaza për që zinin fill nga paragjykimi i origjinës. Shumë menduan se ky ishte fundi i një emigranti që guxoi të ngrinte kokën mbi shtetin anglez. Dhe pyetja në këtë rast ishte vetëm një: a do të mundte një Arben Krasniqi shqiptar i vetëm të thyente një sistem të fuqishëm të drejtësisë, siç është ai angliz? Përgjigjja për këtë rast ka tronditur sallën e gjyqit. Pas 10 vitesh betejë me drejtësinë, shqiptari Arben Krasniqi ka fituar përfundimisht gjyqin, duke u shpallur plotësisht i pafajshëm. Çdo akuzë ra poshtë, ndërsa drejtësia britanike u detyrua t'ia zhbllokonte pasurinë dhe t'i njihte dëmshpërblimin ligjor për humbjet e shkaktuara në biznes, duke i kthyer mbrapsht shuma, qindra mijëra pounds që po i mbaheshin padrejtisht. Njëkohësisht edhe dëmshpërblimin. Banka më e madhe në Britani, pas 10 vitesh, u gjunjëzua para një shqiptari që e paragjykuan nga origjina. Ky epilog dëshmon një të vërtetë të madhe, që tashmë po e pranon edhe vetë Londra. Kur shqiptarët e drejtë preken në nder dhe në djersën e ballit, ato nuk dorëzohen. Rast tregoi se shqiptarët i çojnë gjërat deri në fund, pa u thyer nga asnjë presion. Një histori që nisi nga varfëria, kaloi mes intrigash e akuzash dhe u mbyll me triumfin e plot të dinjitetit dhe të vërtetës. Arben Krasniqi fitoi jo vetëm miliona pound dëmshpërblim, por mbi të gjitha vuri në vend dinjitetin e tij.